Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Nënat mund të lindin vajza apo djem. Mirë po vetëm jeta, sfidat e jetës, edukimi, mënyra të jetuarit mund të bëj ata ose ato të jenë burra apo burrëresha. Është një thënie e një poeti francez, thënie e jashtëzakonshme, e cila ka të bëjë shumë me realitetin e jetës. Prandaj kur nuk duhet të pendohemi për tre situata që mund të na ndodhin në jetë. Asnjëherë nuk duhet të pendohemi për një ngjarje, për një ndodhi të madhe, le të themi edhe për një vështirësi të madhe, prej të cilës mund ta marrim një mësim të madh. E dyta, kur nuk duhet të pendohemi nga një përvojë e re, nga një situatë e re, e cila mund të na nxjerrë nga ajo zonë e rahatisë. Zoti i Madhreshëm në Kur'an na mëson kësaj. Allahu thot në surën El-Baqara: ju mund të urrejni gjëra të caktuara e ato të janë të mira për ju, dhe anasjelltas, ju mund të doni disa gjëra, po ato mund të jenë të dëmshme për ju. Prandaj çdo përvojë, çdo situatë, çdo ngjarje e cila mund të na nxjerrë nga zona e rahatisë, ajo mund të jetë jashtëzakonisht e dobishme për ne. E treta, kur nuk duhet të pendohemi për një kohë të cilin e kemi harxuar duke investuar në veten tonë. Qoftë duke bërë përpjekje me njoft veten edhe më thellë, edhe më tepër, qoftë duke zbuluar diçka te vetja jonë, po nëse edhe duke e rehabilituar vetveten tonë për gjitha sfidave të lashave të jetës.